Automjetet të vjetra, ushtarake dhe policore si Hermelin, transportues të blinduar për trupa BTR dhe Pinzgauer, janë ripërshtatur për shuarje zjarresh dhe këtë ditë do të vihen në funksion për sezonin veror të pritur me zjarre. Rreth 60 automjete janë pajisur me rezervuar ujë 6 tonësh dhe do të veprojnë në terene të parritshme. Novitet е тоа што дел од застарената и магационирана опрема, како што се БТР 70-80, старите Hermelini, Pinzgauer и слично, кои што беа во магазините на Министерството за одбрана и внатрешни работи, се модернизираа, обработија, им се инсталираа посебни резервоари за вода, се купија пумпи кои што работат на висок притисок и можат да пристапуваат на непристапни терени, тоа што многу ни беше важно навечер кога оганот, како што велат, спие стручно, да може да му пристапиме и да го угасиме за да не се распланти преку денот. Shtesë Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim ka në dispozicion operacional 2 Air Tractor dhe pritet të vijë dhe i treti. Plani është që të gjitha kapacitetet të vendosen në një sistem të koordinuar reagimi, me përfshirjen e ushtrisë, policisë dhe mbrojtjes civile. Miskoski thot se automjetet do të operohen nga shofer dhe persona nga mbrojtja dhe Ministria e Punëve të Brendshme. Përshtatja për përdorim të ri nuk ka kushtuar shumë. Многу малку. И тоа е пред се работа која што е завршена на волонтеристичка база и со општествено одговорни компании. Буџетот не го чини воопшто. Automjetet do të shpërndahen sipas rajoneve dhe do të jenë në dispozicion të njësive lokale kundër zjarreve. Aktualisht, në vend kemi më pak se 400 zjarrfikës në të gjitha njësitë për mbrojtje nga zjarri, ndërsa në 34 njësitë e zjarrfikësve në Maqedoni ka gjithsej 284 automjete, prej të cilave gjysma janë më të vjetra se 30 vjet, ndërsa më e vjetra është e vitit 1966.